Mundësi që nuk e kanë pasur më parë. Kredi deri në 200 milion lek për çdo biznes. Për më shumë pajisje, zgjerim të kapaciteteve, teknologji të reja apo automatizim. Për fermerët, prodhuesit, bizneset e turizmit, transportit, teknologjisë dhe çdo sipërmarrje mikro, të vogël e të mesme, që dëshiron të hedhë hapin tjetër. Me normë interesi preferenciale 2 deri në 3%, afatshlyerje deri në 10 vite. Apliko deri më 20 nëntor 2027, ndërmerr hapin tjetër. Dyfisho sipërmarrjen tënde. Unë quhem Marko Malia. Këtu ndodhem në fshatin Toshkës, në vreshat e kantinës e në Fama. Kantina jone ka nisur rrugtimin e saj në vitin 1998 me mbjedhjen e vreshtave të parë. Verat tona ne i tregtojmë kudo nëpër Shqipëri. Po ashtu vitet e fundit kemi eksportuar edhe përtej Shqipërisë, në tregje ndërkombëtare, në Europë, në Belgjik, po ashtu edhe në disa tregje elitare, siç është Kina, Japonia dhe po ashtu në Brazil. Duke patur një kërkesë në rritje nga tregjet e huaja, neve na ka lindur nevoja për rritjen edhe më shumë të kapaciteteve tona në kantinë. Edhe për ta bërë këtë të mundur, ne kemi aplikuar edhe kemi përfituar kredinë me garancinë sovrane, të mbështetur nga Ministria e Bujqësisë. Nga vreshte në gotë, çdo investim ka vlerë. Dyfisho sipërmarrjen tënde. Është një shtys për të rritur biznesin tënd dhe për ta bërë vlerën shqiptare më konkurruese. Nderuar kryeministër, të nderuar ministra, të dashur përfaqësues biznesit, bankave, institucioneve financiare ndërkombëtare dhe partnerë të tjerë, mirë se keni ardhur dhe faleminderit për pranimin tuaj sot. Procesi i integrimit evropian të Shqipërisë nuk është thjesht një derë që hapet në plotësimin e disa kushteve, por së pari është një proces i brendshëm transformimi dhe modernizimi për shtetin, institucionet, biznesin dhe shoqërinë në tërësi. Që Shqipëria të minimizoj kostot dhe maksimizoj përfitimet nga integrimi evropian, është shumë e rëndësishme që në këtë proces transformimi të gjithë aktorët social të punojnë në sinergji. Dhe këtu i referohemi institucioneve publike, bankave, biznesve dhe të gjithë aktorëve të tjerë. Çdo proces transformimi kërkon 2 parakushte, njohuri dhe financim. Për të shoqëruar dhe mbështetur biznesin në këtë proces transformimi, qeveria e Shqipërisë po punon bashkë me shumë institucione ndërkombëtare për një program kombëtar për përgatitjen e biznesit për tregun e vetëm evropian, implementimi i të cilit do të nisë në vjeshtën e këtij viti. Një ndër instrumentet e parë në dispozicion të biznesit dhe në kuadër të këtij programi kombëtar është skema e garancisë sovrane dyfisho sipërmarrjen tënde, e dizenjuar posaçërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Për të diskutuar pikërisht për këtë skemë dhe rëndësinë që ajo ka për sektorët e ndryshme të ekonomisë tonë, kam kënaqësinë të jap fjalën ministres së ekonomisë dhe inovacionit, zonjës Delina Ibrahimaj. Nderuar kryeministër, guvernator, bledi, përfaqësues të bankave, përfaqësues të shoqatave të biznesit, shumë të dashur sipërmarrës. Sot ne lançojmë programin për të cilin kemi biseduar së bashku në kohë të ndryshme, dyfisho sipërmarrjen tënde. Ky program është iniciuar nga vullneti ynë, nga vizioni ynë, për të dyfishuar sipërmarrjen shqiptare, që është zemra e ekonomisë shqiptare, jo vetëm nëpër masa, po në cilësi, në eficiencë, në produktivitet, sepse ne besojmë fort që vetëm nëpërmjet investimeve mund ta zgjerojmë ekonominë tonë, mund ta mbajmë ritmin e rritjes në nivelet që e kemi pasur në vitet e fundit dhe mund të zgjerojmë horizontet duke hyrë në tregje, jo vetëm europiane, por dhe më gjerë. Programi është ndërtuar bazuar në nevojat e biznesit. Ne në vitet e fundit kemi parë një ekonomi e cila rritet me dinamizëm, një ekonomi që është rritur mesatarisht me 4% nga viti në vit, një ekonomi në të cilën çdo vit numri i sipërmarrjeve rritet me norma dyshifrore, vetëm në 6 mujorin e parë të vitit, ne kemi rreth 12.000 sipërmarrje të reja. Në vitin e kaluar kemi pasur 25.000 sipërmarrje të reja. Dhe këto numra nuk janë numra të ftohta, të cilat tregojnë vetëm shifra makroekonomike. Numrat e rritjes për sipërmarrjes na tregojnë që ka besim që ekonomia do të vazhdojë të rritet, ka besim që ne do të vazhdojmë të mbështesim sipërmarrjen, ka potencial për të rritur punësimin, ka potencial për të rritur të ardhurat dhe ka vizion për të arritur tregje. Procesi ynë i integrimit evropian është një proces i cili na jep të gjithëve ne një mundësi të jashtëzakonshme për të arritur një treg me 450 milion banor. Po kjo nuk bëhet vetëm. Vizioni ynë për të mbështetur sipërmarrjen është një vizion afatgjatë,
ku ne duam të jemi partner i rritjes në investime në çdo biznes, në çdo cep të Shqipërisë. Dhe prandaj ky program është ndërtuar bazuar në nevojat të tregu kishte. Pasi financimi dhe aksesi në financa është një instrument thelbësor për zhvillimin e investimeve. Ne e nisëm duke pyetur sipërmarrësit se kush ishin problematikat e financimit. Dhe sigurisht që ndër problematikat kryesore ishte norma e lartë e interesit, ishte kolaterali dhe gjithashtu ishte madhësia e biznesit. Dhe për këtë ne ndërtuam një program në bashkëpunim me sektorin bankar, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, i cili i përgjigjet nevojave të gjitha sipërmarrjeve. Ne duam që të japim mundësi çdo sipërmarrës shqiptar që të zgjerojë aktivitetin e vet, me qëllim që të rrisë produktivitetin, të arrijë standardet të cilat janë të kërkuara për të arritur tregjet ndërkombëtare, pasi ne besojmë fort që duke fuqizuar eksportet, ne do të arrijmë që të kemi një vlerë të shtuar të rritur në vend dhe një rritje ekonomike të qëndrueshme. Sigurisht, si thash më parë, kjo përkthehet në të ardhura më të larta, në më shumë punësim, pra nuk lidhet vetëm me sipërmarrjen në vetvete, por lidhet me rritjen e mirëqenies së popullatës në përgjithësi. Ky nuk është instrumenti vetëm që ne do të ndërtojmë me qëllim suportin e biznesit në procesin e Bashkimit Evropian, po besojmë fort që nëpërmjet rritjes së financimit, nëpërmjet kredisë, ne do të arrijmë qëllimet tona afatmesme. Kredia në fakt është rritur për sipërmarrjen me norma dyshifrore. Vjetet e fundit është rritur me 15%, që do të thotë që ka pasur më shumë financime në dispozicion, e megjithatë, vetëm 26% e kredisë për biznesin shkon tek ndërmarrjet e mesme dhe të vogla. Janë ndërmarrjet e mesme dhe të vogla që neve duam të mbështesim me këtë program, pasi ato në fakt janë 99% e ndërmarrjeve të aktive në Shqipëri, përbëjnë mbi 80% të punësimit, mbi 70% të ardhurave, të vlerës së shtuar, pra kanë një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Ndaj të duhem fuqizuar, në drejtim të automatizimit, në drejtim të inovacionit. Këto sipërmarrje janë dinamike, kanë dëshirë, kanë vullnet dhe tashmë kanë dhe financim. Unë uroj shumë që nga sot të gjithë bizneset, të cilët në fakt gjatë muajve të fundit kanë pasur një interes të jashtëzakonshëm për këtë produkt, të drejtohen pranë sporteleve të bankave dhe të pyesin për programin të fshehtë sipërmarrjen tënde. Dhe jemi këtu pa diskutim me të gjithë partnerët për të garantuar që produkti do të jetë aty për të gjithë sektorët e mbështetjes me një vlerë financimi deri në 2 milion euro, me një afat maturiteti deri në 10 vite dhe me një normë interesi nga 2 deri në 3%, duke qenë se qeveria shqiptare mbulon deri në 70% të kolateralit. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen sot këtu dhe unë do doja të kaloja fjalën guvernatorit të bankës, i cili në fakt ka dhënë një kontribut të madh në këtë produkt, duke vënë në dispozicion një vlerë financimi prej 250 milionë eurosh. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar ministrat, nderuar ministra dhe përfaqësues të biznesit. Është një kënaqësi të jem sot këtu në këtë lancim të programit, për cilin ne kemi kohë që punojmë, kemi një kohë të gjatë, relativisht gjatë. Kjo fillon që nga viti kaluar, kur ne fillimisht e lançuam programin me terma më të ndryshëm, sesa këto që sapo prezantoi ministrja. Natyrisht që vlera totale është 250 milionë në shprehur në lek, euro që ne kemi vënë në dispozicion, por nëse do të shohim sukses dhe është ajo që ne presim në financimin e ndërmarrjeve të bizneseve të vogla dhe të mesme, sigurisht që ne mund të arrisim vlerën e financimit dhe më shumë se 250 milionë. Ky program është bërë qëllimisht për të mbështetur programet e bizneset e vogla dhe të mesme. Ajo që ne kemi parë në VMC, me kënaqësi kemi konstatuar që kreditimi, sikurse u prezantua nga ministria, në vite ka ardhur në terma rritje. Kemi një rritje 15% për bizneset privat të kreditimit, por nga krahu tjetër ne kemi gjithashtu likuiditet të tepërt në sistemin bankar. Sistemi bankar, sikurse prezantojmë vazhdimisht,
është overliquid, pra me të pris likuiditeti, raporti i kredis me depozita dhe është në nivelin akoma në nivelin rreth 50%. Pra sigurisht që ka potencial të mjaftueshëm për të financuar, për të kredituar bizneset e vogla dhe të mëdha gjithashtu. Natyrisht që bizneset e vogla dhe të mëdha janë shtylla kurrizore, të vogla dhe të mesme janë shtylla kurrizore e ekonomisë, që përfaqësojnë një potencial jashtëzakonisht lartë punësimi dhe zhvillimi. Për këtë arsye ne rishikuam programin këtë vit, rishikuam në drejtim të afatit, zgjatëm afatin deri në 10 vjet dhe gjithashtu të shifrës që u prezantua deri në 2 milion euro për shprehjen e euro, që është një oportunitet mjaft i mirë për gjithë bizneset për të përfituar. Programi ka 2 avantazhe shumë të rëndësishme. E para është norma e interesit. Norma e interesit, nëse do të mbulohet me garancinë bankare të qeverisë, është 2%. Është jashtëzakonisht tërheqëse dhe favorizuese, dhe sigurisht edhe nëse nuk do të mbulohet me garanci sipas kriterëve të riskut, është 3% që përsëri është një normë interesi shumë e mirë. Në krahun tjetër, lidhur me kolateralin, ato bizneset të cilat do të plotësojnë kriteret, do të kenë një mbulim më 70% me garanci sovrane të qeverisë, që përsëri është një lehtësi mjaft e madhe. Unë nuk dua të zgjatem, ne kemi prezantuar programin, ministri i dha shifrat, thjesht do doja të përfitoja nga rasti, si bëja thirrje bankave që të ishin proaktive, ta shikojnë shumë seriozisht se ka një potencial shumë të lartë, jo vetëm zhvillimi dhe kreditimi, por dhe diversifikimi të riskut për vetë bankat dhe gjithashtu dhe biznesit për të qenë sa më interesuar për të aplikuar, për të përfituar nga ky program jashtëzakonisht atraktiv. Falenderoj qeverinë shqiptare për bashkëpunimin që ne kemi bërë gjatë disa periudha për këtë program. Falenderoj edhe bankat gjithashtu që kanë qenë mbështetëse dhe bashkëpunuese dhe gjithashtu presim që të shikojmë këtë vit rezultate shumë të larta në kreditim nga programi për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Faleminderit. Faleminderit zoti guvernator. Pikërisht për të na dhënë perspektivën e sektorit bankar, kemi kënaqësinë të ftojmë për fjalën e tij zotin Bledar Shella nga Shoqata Shqiptare e Bankave. Përshëndetje gjithë, i nderuar zoti kryeministër, i nderuar zonja ministre, zoti guvernator, i nderuar ministra dhe pjesëmarrës, është kënaqësi e veçantë që të jem sot në emër të Shoqatës Bankave dhe të bankave shqiptare në lancimin e këtij produkti. Unë do të thoj që ndoshta ky është produkti i financimit më i favorshëm që ka qenë ndonjëherë për biznesin shqiptar. Pra me këto terma dhe me këto benefite nuk besoj se ka pasur herë tjerë më shumë. Lidhur me sistemin bankar, do të thoj që sistemi bankar është ndoshta një nga financuesit kryesor të ekonomisë. Tashmë portofoli i kredisë ka arritur mbi 1 trilion lek, mbi 10 miliard euro, dhe ka pasur, siç u tha edhe më parë, një rritje të ndjeshme, sidomos 2 vitet e fundit, me një rritje mbi 15%. Ndërkohë sistemi bankar ble rreth 66% të borxhit qeveritar, çka e bën atë ndoshta financuesin më të madh të ekonomisë. Ne jemi shumë të lumtur që kemi përfituar nga një rritje shumë e mirë e ekonomisë, sepse një sistem bankar është shumë i ndjeshëm se si ecën ekonomia. Fakti që gjithë këto vite kemi pasur një rritje të shëndetshme financiare rreth 4%, shumë të kujdesur për sa i përket parametrave fiskal, ka bërë që ky kreditim jon të jetë i shëndetshëm dhe norma e krediteve probleme të arrijë nga nivelin më të ulët historike, vetëm 3.7% në maj të këtij viti. Por ajo që është edhe më pozitive që do të thoja është që ne kemi, siç u tha edhe nga guvernatori, kemi mjaftueshëm kapital dhe fonde për të vazhduar edhe më tek te kreditim. Pra siç u tha është raporti kredit depozita është vetëm 52%, do të thotë që vetëm gjysmët e fondeve tona janë dhënë kredi. Nëse ne kemi dhënë mbi 10 miliardë euro kredi, kemi po kaq potencial të japim kredi të tjera. Ndërkohë që mjaftueshmëria e kapitalit është mbi 20%, do të thotë që është shumë e shëndetshme dhe i gjithë sistemi bankar është në një pozitë mjaft të favorshme. Ne kemi mbështetur që në fillim këtë iniciativë, jo sepse ka profitabilitet për bankat, sepse me një normë interesi 2 deri 3% është në kosto ose ndoshta në humbje, por ne duam të kontribuojmë në ekonomi, në modernizimin e bizneseve tona, gjithashtu në formalizimin e biznesit shqiptar. Hyrja në BE kërkon kontributin e gjithëve, kontributin e bizneseve, të bankave, të qeverisë, dhe ky është një hap mjaft i rëndësishëm. Siç u tha, produkti është mjaft përfitues për bizneset. Tashmë të gjitha bankat janë në dijenit e saj, po përgatisin infrastrukturën për të dizenjuar secila bankë
infrastrukturën e vetë për të përgjigjur në kohë të gjithë kërkesave të biznesit. Na vjen mirë që ka një interes, si tha zonja ministre, interes të madh nga ana e biznesit dhe ne po përgatitemi që të bëjmë disa procedura të përshpejtuara për këto raste. Pra, dhe trajtimin e kredidhënies së këtyre raste ta bëjmë më shpejt se sa mund të jetë një periudhë normale. Nga ana jonë është që ajo që ne kërkojmë gjithmonë është që gradualisht biznesi shqiptar të formalizohet më tej. Besoj që ky është një nga produktet që do të ndihmojë këtë, por duhet disi akoma më tepër përpjekje nga ana e biznesit. Ne si banka, bashkë me Bankën e Shqipërisë dhe qeverinë, po bëjmë infrastrukturën e nevojshme. Ju e dini që me SEPA-n kostot e transaksioneve janë ulur ndjeshëm, numri ATM-ve në 5 vitet e fundit është rritur me 50%, numri i POS-eve është trefishuar në 5 vitet e fundit, numri i transfertave është rritur ndjeshëm, por ka ende mjaft hapësirë për të përmirësuar më tej. Gjithsesi, kjo është një gjë që ne duhet ta bëjmë të gjithë së bashku, qeveria, bankat, biznesi, pra vetëm duke qenë së bashku ne mund të arrijmë këto rezultate. Prandaj unë jam shumë i kënaqur që ne kemi arritur me këtë produkt të kemi një bashkëpunim shumë të suksesshëm të gjitha palëve. Dhe doja të falenderoja qeverinë, Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Financave, të Bujqësisë, Bankën e Shqipërisë dhe normalisht dhe gjithë bankat që kanë qenë pjesë të dizenjimit, të përmirësimit dhe të mendoj që tashmë kemi arritur një produkt mjaft mirë dhe uroj që të jetë po kaq i suksesshëm. Faleminderit. Shumë falenderit. Në fakt, ti bëre gjitha falenderimet, po e vërteta është që ky produkt ka lindur si një iniciativë e kryeministrit, i cili nisur nga bisedat që vazhdimisht ka bërë me bizneset dhe nisur nga dështira dhe vullneti i bizneseve për të zgjeruar, para disa muajsh na inicioi këtë proces për të krijuar pikërisht produktin dyfishtosi për marrjen tënde. Unë jam shumë e kënaqur që ne në një kohë shumë të shkurtër, me mbështetjen e të gjitha palëve, arritëm ta krijojmë produktin dhe nga ana ime dua ta falenderoj kryeministrin për këtë iniciativë, sepse sigurisht që besoj fort që nëse të gjithë bashkë do punojmë për të pasur eficiencë në dhënien e kredive, për të pasur burokraci më të ulët, shpejtësi më të madhe, ne do të arrijmë që të mbështesim çdo lloj supermarkete. Ja fjalën kryeministrit për paraqitjen e tij. Shumë faleminderit. Unë dua ta nis pikërisht nga sinergjia e krijuar për të arritur në formësimin e këtij produkti të ri në dispozicion të supermarketës, sepse ka qenë themelore që ne nga ana jonë si qeveri e Shqipërisë të kishim bashkëpunimin dhe vullnetin e Bankës Shqipërisë dhe pastaj edhe të bankave të nivelit dytë, që për hir vërtetës të paktën me fjalë na kanë garantuar që do të bëjnë pjesën e tyre ashtu si duhet për suksesin e këtij programi. Them të paktën me fjalë sepse e vërteta është që bankat janë futur në një zonë komforti të jashtëzakonshëm, ndërkohë që të gjithë të tjerët luftojnë për të fituar, bankat fitojnë pa luftuar. Dhe jo vetëm kaq, po fitojnë goxha. Gjë që nuk natyrisht na bën xheloz, por na bën më kërkues ndaj bankave, pasi e vërteta është kryetari i shoqatës ta me humbje, po nuk dalin me humbje as nga ky program, po nuk dalin edhe me ndonjë fitim, si fitimet që bëjmë për shembull për banesat, që i kanë nga 6 në 7%, duke ndëjtur në ajër të kondicionuar, ndërkohë që këtu do rrinë në ajër të kondicionuar dhe do shlyen gjitha kostot dhe do kenë një fitim modest. Por, fitimi në afat mesëm dhe në afat gjatë edhe për bankat, do jetë i konsiderueshëm sepse ajo që ne synojmë me këtë program është që t'i japim krah ndërmarrjeve
të vogla dhe të mesme që të dyfishore. Pra, ato që janë të mesme të rriten dhe të bëhen thuajse të mëdha, ato që janë të vogla të rriten dhe të bëhen të mesme. Është shumë e rëndësishme që kjo frymë bashkëpunimi që kemi pasur deri tani dhe dua ta falenderoj specifikisht guvernatorin, pasi ka qenë kyç në këtë projekt dhe natyrisht duke e falenderuar duhet të them që do kisha shumë dëshirë që ta falenderoja prapë mbas 6 muajsh për suksesin e këtij projekti dhe suksesi i këtij projekti varet edhe nga presingu që do t'i bëj guvernatori, i cili u ka qenë i vogël kaluar edhe basketboll, edhe pse jo në nivelin e Ilir Trebickës që është në sallë, presingu që do t'i bëj bankave të nivelit të dytë për t'i nxjerrë nga zona e komfortit. Në anë tjetër, duke qenë se bankat kanë një manual të tërë justifikimesh që e përdorin me eficiencë të lartë dhe një nga këto justifikime është që planet e biznesit të ndërmarrjeve të vogla të mesme nuk janë mjaftueshmërisht të arrira dhe mjaftueshmërisht bindëse. Ne kemi angazhuar një forcë tjetër në këtë proces, që nuk e kemi pasur tani, një forcë me një ekspertizë absolutisht të pa diskutueshme, që është UNDP-a, zyra e Kombeve të Bashkuara këtu në Tiranë, përmes të cilës ne do të angazhojmë ekspertë ndërkombëtar dhe do të kemi një grup të gatshëm për të asistuar bizneset të cilat kanë ide interesante, të cilat kanë një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin për ta përkthyer në një projekt bindës për bankat. Dhe ky grup i gatshëm do të jetë në dispozicion të gjitha bizneseve, ndërkohë që patjetër Ministria e Ekonomisë do të luajë rolin e vet për të garantuar koordinimin midis subjekteve të biznesit edhe grupit të ekspertëve. Po ashtu ne kemi vënë në dispozicion përmes Ministrisë së Ekonomisë një website, një faqe online, në të cilën ka edhe një mundësi për të adresuar drejt për drejt Ministria nga biznesi dhe ka edhe një chat box që kthen përgjigje pyetjeve që lidhen me programin, që lidhen me element të programit për cilat subjektet mund të kërkojnë sqarime. Website-i është i menduar si një mekanizëm komunikimi dhe ndërveprimi të shpejt, por edhe si një urë që do të na lehtësojë shikimin e gjithë pasqyrës së lëvizjes së këtij programi. Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe njëkohësisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program. Por nuk është vetëm Ministria e Ekonomisë, këtu është një skuadër e cila ka objektiva të përbashkët, por edhe ka objektiva të ndarë sipas pjesëve të kësaj skuadre. Për këtë arsye, pa diskutim, Ministria e Financave ka qenë kyçe dhe
dua ta falenderoj edhe ministrin, se më thonë nga njerë, po pse i falenderon TikTok të detyrën bëjnë, po detyrën bëjnë gjithë në këtë botë. Problemi është kush e bën më mirë dhe kush e bën më keq, se detyrën bëjnë. Ose kur thonë që pse bëni ju, sikur çfarë bëni, se me lekët tona po i bëni, po për lekët tona është qeveria, po ka qeveri që me lekët tona bëjnë punë të mira, ka qeveri që me lekët tona s'bëjnë asnjë punë dhe ka pasur dhe qeveri që me lekët tona kanë bërë punë të këqija. Kështu që dua ta falenderoj ministrin për kontributin dhe prapë edhe ministrin njësoj si gubernatorin, dua ta falenderoj dhe mas 6 muajsh për suksesin e projektit, sepse Ministria e Financave është kyçe edhe në ndërveprimin me bankat, pasi i kujtoj bankave që guvernatori ka ndorë shumë gjëra, por dhe Ministria e Financave nuk është pa gjë ndorë fare, në rast se bankat nuk do na shoqërojnë në këtë proces me të gjithë vullnetin e nevojshëm, sepse këtu bëhet fjalë për diçka që ta shpjegoj në fund, që është shumë e rëndësishme për të kuptuar se sa thjesht një program kredish. Po ashtu, Ministri i Bujqësisë dhe Ministria e Bujqësisë janë të rëndësishëm për projektin në 2 aspekte. Ne kemi këtë projekt në dispozicion të drejt për drejt subjekteve private dhe natyrisht kur vjen puna tek zhvillimi rural ka një prioritet qeveria të këtij mandati për të nxitur sa më shumë agropropullimin, sepse tek agroturizmi gjërat janë futur në shtratin e tyre, mund të them, por tek agropropulimi kemi shumë potencial dhe kemi shumë hapësirë të pa zhvilluar dhe nga ana tjetër një element i ri i programit është mbështetja e shoqërive të përbashkëta. Shoqërive të përbashkëta në fshat midis subjekteve private, fermerëve, sipërmarrësve të vegjël dhe të mesëm të fshatit dhe bashkive. Ndërkohë që kemi dhe Ministrinë e Kulturës dhe të Turizmit, që ka pjesën e vetë të procesit në stimulimin e sipërmarrjeve që lidhen me turizmin, po gjithmonë dhe dua ta theksoj, kjo kredi, ky program, kjo linjë kredi është menduar për të vegjëlit dhe për të mesmit, jo për të mëdhenj. Sipërmarrjet e mëdha nuk do kenë mundësi që të kenë akses në këtë program, edhe sikur të bëjnë nga ato truket që për fat mirë kemi disa që vinë nga sektori privat në qeveri dhe i kanë bërë vetë përpara, kështu që na kanë paralajmëruar se ku mund na futen të mëdhenjt, kështu që u kemi mbyllur të gjitha shtigjet. Dhe ministri i të gjitha pushteteve vendore, zoti Demo, i cili ka barën e koordinimit të bashkive me programin në drejtim të shoqërive të përbashkëta dhe patjetër ka edhe barën e koordinimit për paketën e maleve, që është një program tjetër ku mund të ketë edhe konvergjencë me linjën e kredisë. Për të qenë të qartë, linjat e financimit janë të parashikuara të stimulojnë produktivitetin, gjë që është një nga sfidat kryesore të ekonomisë tonë sot, dhe për këtë arsye përveç, siç thash, agropropullimit, një tjetër linjë është industria proponuese në tërësi, pastaj transporti dhe logjistika, pastaj teknologjia dhe ekonomia digjitale. Kemi shumë tani realitete që
me financim mund kalojnë në një nivel tjetër. Për shembull, po ju sjell thjesht jo juve që jeni këtu, se juve jeni të qartë, por mbase ata që na ndjekin ka nevojë të kenë ndonjë shembull konkret për të kuptuar horizontin e programit. Ka një realitet për shembull të jashtëzakonshëm në jugun e thellë të vendit tonë, ku një emigrant, një djalë i kthyer nga emigracioni, ka krijuar një shoqëri të çobanëve të rinj. Dihet shumë mirë se sa i kërkuar është ky zanat dhe se sa pak janë ata që kanë qenë dhe janë ende disponueshëm për të mbështetur rritjen e sektorit të blertorisë, që është një nga sektorët më me risk. Dhe në ndërkohë, surpriza e këtij realiteti është se është krijuar një kompani me një numër jo të vogël të rinj, të gjithë nën 30 vjeç, që bëjnë çoban. Dhe që faktikisht vinë nga realitetet të ndryshme, por tek kjo kompani kanë gjetur mundësinë për të bërë para. Dhe kur unë e pyeta djalin se deri ku e shihte horizontin e kompanisë nga hyrpamja e numrit krerëve, ai tha edhe 100.000 krerë. Por natyrisht duhet financim. Tani, në këtë rast, është rasti tipik kur një realiteti të tillë i jep një injeksion që e çon menjëherë në një nivel tjetër, pasi në atë realitet nuk mungon dia, nuk mungon vullneti, nuk mungojnë forcat, pra kapitali njerëzor, por mungon financa. Një tjetër realitet shumë interesant është një realitet në një tjetër zonë të Shqipërisë, në zonën e në qarkun e Firenës, në zonën e Lushnjës, ku ka një industri shumë të vogël, një ndërmarrje të vogël, që merret me prodhime kozmetike. Prodhime kozmetike të certifikuara ndërkombëtarisht, por që ka një volum të vogël. E njëjta përgjigje e pyetjes ku është horizonti. Dhe i njëjti problem, financimi. Dhe kështu ka ndërmarrje, ka bërtham, apo themi, ndërmarrjes të vogla në fushën e teknologjisë, të cilat një pjesë vinë nga programi Startup Albania, kanë hyrë në treg, por kanë nevojë për një financim për të rritur, për të dyfishuar, për të shumëfishuar. Dhe në fund fare, duhet të them që programi ka një tavan prej 2 milion euro, që është një shumë e konsiderueshme, dhe do të ketë të gjithë mbështetjen tonë dhe të gjithë vëmendjen tonë në mënyrë sistematike. Për këtë arsye ne do të ngrejmë një task force, e cila do të jetë përbërë nga përfaqësues të qeverisë, të UNDP-s, edhe të shoqatës së bankave. Kryetari i shoqatës, për shembull, do ishte shumë i mirëpritur të ishte pjesë e kësaj task force, për të analizuar në mënyrë periodike rezultatet dhe për të parë ku programi ka nevojë për ndërhyrje dhe ku ngec, dhe për të parë pastaj se për cilën bank duhet t'i drejtohemi guvernatorit që të përdori shkopin, sepse ka rrotën e di vetë dhe përdor rregullisht në banka. E fundi që kam është që shifrat
janë të gjitha shumë pozitive. Por shifrat në këtë kohë dhe në këtë fazë të zhvillimit tonë ka një problem shumë të madh. Shifrat sa më pozitive të jenë, aq më shumë i acarojnë njerëzit. Sa më shumë, sa herë të përsërisësh që ekonomia është rritur në mënyrë të qëndrueshme me mesatarisht 4%, që është diçka vërtet shumë e mirë, do të prodhosh tension dhe acarim. Sa herë të thuash që bizneset janë shtuar, do përballesh vetëm me të kundërtën e efektit që bën një lajm i mirë. Tani, unë për veten time kam krijuar bindjen që kjo është një shenjë shumë, domethënëse, e një faze të re të zhvillimit ku kemi hyrë. Kjo nuk është një shenjë e një shoqërie që nuk e kupton progresin apo nuk e sheh progresin. Por është një shenjë shoqërie që do shumë më tepër progres, e do shumë më shpejt, mundësisht sot, dhe nuk do t'ja di se nga vjen. Koha dhe brezat që e vlerësonin shumë rrugën për të nxjerrë konkluzione për pozicionin dhe për të projektuar vazhdimin e rrugës, ka ndryshuar totalisht. Sepse gjithmonë më pak njerëzve ju intereson se ku kemi qenë. Gjithmonë më pak njerëzve ju intereson se çfarë ka pasur rruga vështirësi dhe si kemi ardhur nga këtu, nga këtu, nuk gjithmonë më pak. Madje, them gjithmonë më pak, për mos thënë që gjithmonë më shumë referimi tek rruga e bërë i acaron. Sepse suksesi i të tjerëve është një arsye për të kërkuar suksesin dhe për vete, dhe çdo lloj dallimi me të tjerët është një arsye për të acaruar kur rruga thot do të përdurim. Dhe për këtë arsye, ky program është shumë i rëndësishëm si edhe në aspektin psikologjik për sipërmarrjen. Njerëzit meritojnë të kenë mundësi të reja për të sprovuar veten e tyre dhe për të bërë sukses më shumë dhe më shpejt. Dhe natyrisht që këto mundësi të reja nuk kanë asnjë arsye pse mos i kërkojnë nga qeveria. Kështu që jemi në një fazë të re të zhvillimit kur tani më raportin e besimit me institucionet, raportin e besimit me shoqërinë, raportin e besimit me vendin e krijojnë pritshmëritë. Nuk e krijojnë arritjet. Arritjet janë diçka tjetër, janë patjetër shumë të rëndësishme, por janë tërësisht pamjaftueshme. Sepse pritshmëritë diktojnë të përditshmen e njerëzve, diktojnë përditshmen e kujtdo. Dhe natyrisht që ne nuk kemi mundësi që t'i adresojmë pritshmëritë në ajër, por pritshmëritë në terrenin e punës, pritshmëritë në terrenin e përpjekjeve për të rritur përmes punës, pritshmëritë në terrenin e sipërmarrjes, që është motori i padiskutueshëm i zhvillimit ekonomik të një vendi demokratik dhe që nuk mund zëvendësohet me formula alucinante,
ne kemi detyrë që ti adresojmë me më shumë instrumente. Dhe ky është një instrument i drejt për të adresuar pritshmërinë. Dhe dua ta theksoj dhe një gjë tjetër, se guvernatori e ka për detyrë që të jeti përmbajtur, por më tepër pastaj që guvernatori është një institucion që në situatën laike barazohet me papën, kështu që asnjë nuk shkon të bëj protest përpara Vatikanit. Por unë dua t'ju them sipërmarrësve që ne jemi gati të shkojmë deri në 1 miliard euro mbështetje. Kemi filluar me 250 milion. Natyrisht që guvernatori ka drejt kur thotë që magnituda e suksesit të këtij bloku të parë fondesh do të përcaktoj edhe zhvillimin e rotation programit dhe natyrisht nëse do të duan të guvernatori, ne do të shtojmë më shumë fonde. Por ne jemi gati që të shkojmë deri në 1 miliard. 1 miliard euro për sipërmarrjen e vogël dhe mesme që vijnë nga mbështetja e qeverisë në mënyrë që askush mos thotë s'kam mbështetje financiare për të bërë planin tim. Ama duhet të keni plan. Dhe planin duhet t'ja miratoj banka. Nuk mund nuk janë para që do jenë të sporteli i Bankës Shqipërisë dhe do shkojnë t'i marrin gjithë me zarf. Këto janë njësoj si paratë e Bashkimit Evropian, për cilat ne na thonë që ja ku i keni, por ama për t'i marrë duhet të bëjmë një sër gjërash që pastaj të kemi akses normal. Kështu që për gjithë ata që kanë një plan, ne kemi edhe asistencën që planet të bëhen të atilla që bankat t'i besojnë. Kështu që askush nuk ka asnjë arsye që të thotë unë nuk kam mbështetjes në shef njerëz më bën njeri jo. Dhe pikërisht që mos ketë njerëz pa informuar, do bëjmë një fushat të tërë informimi, ministrat do t'jenë sipas sektorëve në territoret e tyre të përgjegjësisë për të shpjeguar programin, për të nxitur biznesin. Nga ana tjetër, edhe në rrjetet sociale, edhe në media, edhe në për rrugë, njerëzit do shikojnë që ka një ftesë për të dyfishuar ndërmarrjen, sipërmarrjen. Kështu që kush ka një ide dhe një plan, të ulet, ta shkruaj, të aplikoj dhe të marrë lekët. Deri në 2 milion euro, me 7% kolateral të garantuar nga qeveria dhe me 2 deri në 3% normë interesi. 2 deri në 3% normë interesi. Diçka që është qartësisht një burim oksigjeni për çdo kompani që do të marrë frymë më shumë që të brakojë më shpejt. Do e shumë që të jepja fjalën biznesit për të dhënë opinione, për të bërë pyetje, për të sugjeruar, sepse si thash nuk rrihet të herës ky është një produkt i cili është bërë me biznesin për biznesin. Po, sigurisht që në vijim të këtij panelit të parë, do të kemi panelin e dytë ku do të marrë pjesë Ministri i Financave, nga përfaqësuesit e bankave, Ministri për Pushtetin Vendor, dhe më pas do të kemi një panel tematik i cili ku do të marrë pjesë Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sporteve dhe Ministri i Bujqësisë. Dhe si tha kryeministri, pas ditës së sotme ne do jemi shumë aktiv që të jemi kudo në territor për të pasur një komunikim të drejtpërdrajt me biznesit së bashku me bankat. Nuk e di nëse ka pyetje apo komente. Përshëndetje. Një pyetje kam për ty unë, para se ta bësh pyetjen. A ke marrë pjesë në një mbledhje që s'ke bërë pyetje? Unë jam krenar që... Që bërë pyetje, vazhdo. Jam krenar që
Jam pjesë e kësaj iniciative që ka marrë qeveria, sepse bashkë me zëvendësministrin, me ministrin, jemi pjesë që nga 2024, ku ju na e premtut këtë. Atë kjo si paket është shumë e mirë, mund të them është produkti më i mirë që ka nxjerrë qeveria, sepse ka disa shtesa për sa i përket imobiliarëve, ka disa shtesa që janë të shumë të mira. Por ka një handicap të madh, ka dy handicapet të mëdhenj, sepse flitet veç për SME-t, me fjalë një biznes që ka 250 punëtor, një që ka 251 nuk e përfiton, që është e para, dhe handikapi më i madh është që nuk mund të përdoret për kapital qarkullues dhe për lëndët e para, që për transformimin që ne kemi fol me vite, ky është një handikap i madh sepse nuk na ndihmon. Atëherë, nëse kjo do ishte një situatë normale, normalisht që është një mekanizëm fantastik. Por, duke pas parasysh situatën që është manifaktura, kur rënja është me 2 shifra, muajin e kaluar ishte 14%, e vën në vështirësi shumë biznesin që të shkojë me ardhje, që të shkojë me investu. Kjo ka veç një faktor që më bëhet qefi se jemi gjithë bashkë si me guvernator, me ministrin, ka veç një emërus të përbashkë, është euro. Ne kemi një rënje nga 3 vitet e fundit gati 33%. Sipas dënëve të bankës janë 5 miliardë euro jashtë kontrollit bankave, dhe mund të shkosh në çdo pikë, në çdo market, ti shkon me bledh me euro dhe thot ne e marrim me kaq. Unë mendoj që këto ndikojnë. Kështu që ne kemi nevojë për ndihmë konkrete, ashtu siç po shihni me sy shumë pozitiv dhe është për tu përgëzuar, siç po shihni startupet, ku nga 3 milionë euro ja çut në 6 milionë euro dhe ku flasim këtu për biznese që punësoj 1 deri në 3 veta, sepse një fotograf, po themi një parukier, këto janë bizneset pjesa më madhe startup. Kurse kur vjen puna për sektorin ton, i cili punëson 60.000 veta, na thoni shkoni marrni kredi. Kështu që unë mendoj që qeveria duhet injektoj parat të cilat, themi drejtën, edhe ka përfituar nga rënja e euros, sepse borxhi jashtëm nga 78% ka rënë 52%, dhe kjo është një avantazh për qeverinë. Kështu që një pjesë të atyre parave që qeveria, me që jemi ortak, me që qeveria ka përfitu nga kjo rënje borxhit jashtëm, e mbylla. Faleminderit. Se ne kërkuam pyetje, megjithatë e dëgjova, sepse edhe kjo është një fjalë që e kam dëgjuar ka vite. Për fat mirë tani nuk jemi më në të njëjtën fazë, sepse për fat mirë tani në atë që ti e quajt e manufakturë, por në fakt nuk është eksaktësisht termi duhur. Kemi dy panorama, nuk kemi më një. Kemi fasonet që janë kthyer në manufakturë dhe fasonet që kanë bërë fason. Janë dy. Tani, të kërkosh që të ndalësh kohën me subvencione dhe me injeksione të cilat janë vetëm për të zgjatur agonin, është legjitime ta bësh, por nuk është absolutisht e bëshme kjo për qeverinë. Qeveria nuk mund të ndihmojë ndaljen e kohës dhe nuk mund të harxojë asnjë qindar nga taksat e qytetarëve për realitete që koha i ka lënë mbrapa. Dhe e thash në fillim që kur këtë gjë e thosha në momentet e para kur ky fakt filloi të bëj i dukshëm, ndeshesha me shumë reagime negative, sepse akoma nuk ishte bërë ndarja. Ndërkohë që sot ne kemi ndarje. Kemi fasone që janë kthyer në manufakturë dhe që nuk kanë më probleme të tilla. Koha kur krau i liri punës ishte avantazh konkurrues, ka vdekur një gojë. Ka kohë që ka vdekur.
dhe sa më shumë të bashkëjetoni me të vdekurin, duke dhënë duke ushqyer vete me iluzioni që do ngjallet, aq më shumë koha do t'ju lëri mbrapa. Nuk e kam për ty personalisht, flas për atë pjesë të sektorit që i referohet në mënyrë të vazhdueshme euro, duke pasur gjithmonë në backgroundin e mendjes edhe gjithë ekonomistët popullor që forcimin e euros, forcimin e lekut, e lidhin me narko-regjimin. Një banalitet absolut, që nuk e mbështet dot në asnjë lloj teorie reale ekonomike. Forcimi i lekut është sukses i ekonomisë shqiptare. Nuk është absolutisht diçka për të vënë kuje. Është sukses, është një nga treguesit më kokfort të suksesit tonë. Dhe nuk ka të bëjë fare me atë shpjegimin popullor të atyre që i thonë vetes analist e që i thonë vetes katalist edhe që nuk di çfarë flasin. Sepse në një vend ku miliarda e miliarda hynë çdo vit, miliarda e miliarda hynë çdo vit, nga ekonomia reale, 8.5 miliard, po të kemi parasysh kombinimin e turizmit me investimet e huaja, të flasësh tashti për narko e për gomarrëdhënie të tilla, mund të përkthelesh shumë vesh që kanë nevojë vetëm për lajme të këqija, por nuk ka lidhje fare me realitetin. Nuk ka lidhje. Është pa lidhje. Sepse nëse do të ishte e vërtet, do të ishte një alarm që nuk do vinte nga kanalet e informimit me si ata që i bien violinës me vesh. Po do vinte nga kanalet institucionale të organizmave ndërkombëtare, financiare që ndjekin ekonominë tonë me lupë. A ka ekonomi informale në Shqipëri? Patjetër që ka. E ky është një problem për ne, është një problem për taksa paguesit. Por për këtë nuk mund të ankohen ata që bëjnë informalitet. A ka në Shqipëri para të pisët që qarkullon? Po patjetër ka, po ku nuk ka. Dhe është shumë e ligë në thelb që t'jam veshur Shqipërisë, duke qenë shqiptar, nuk ka fare rëndësi se kush është në qeveri e kush s'është në qeveri. T'ja veshur Shqipërisë, duke qenë shqiptar, duke pas pasaportën shqiptare. Këtë lloj kostumi kaq të ndyrë, nuk di se çfarë duhet jesh. Për ata që e bëjnë. Kështu që tek ky program është dhe pjesa juaj, dhe t'jeti shumë mirë që është dhe pjesa juaj. Kur ne themi teknologji, kemi parasysh dhe ju. Kur ne themi industri përpunuese, kemi parasysh dhe ju. Po nuk kemi parasysh fasonët. Se nuk e gjeni dot më ju asnjë nga vajzat e atyre grave që janë ulur te makina qepse në 91-shin e 92-shin, kur vinin nga zonat më të varfëra të Shqipërisë për një jetë më të mirë këtu dhe jetonin në tenda plasmasi ke fusha e Kamzës. Asnjë nga vajzat e atyre grave nuk vjen tulet makinë qepse. Dhe të bëj punën e nënës që nëna bëri për 20-30 vjetë, edhe që jeri koha dalin pension nëse që ka dalin pension, për të marrë
pagë minimale. Si, ku e gjeni ju? Nuk e gjeni do të më këtë lloj tipologjie në tregun e punës, nuk e gjeni do të më këtë lloj krau pune. Kjo duhet ta harroni, dhe kush e ka harruar, po ecën dhe po transformohet. Kush nuk e ka harruar, thjesht dhe vetëm pret nga qelli që të ndodhi në një mrekulli, si presësh që të ngjallet një vdek. Nuk ka më kështu. Ata që e kanë kuptuar, tani më, çfarë po vuajnë? Po vuajnë që nuk i kanë forcat e mjaftueshme që ju duhen dispozicion. Sepse e të rogjën shumë litarin, edhe në industri e turizmit, shëndet fjalë e vërtet, e të rogjën shumë litarin me pagat, dhe tani janë gati të paguajnë dhe më shumë se në Greqi. Po problemi është që duhet në radhë parë rikrijuar besimi i shqipove që të vinë të futen në punë dhe të marrin më shumë se në Greqi dhe mos rinë në Greqi. Duhet krijuar besimi, sepse nuk është më besimi aty. Kështu që të diskutojmë sot tashti ne për këtë, duhet të jemi shumë të qartë. Mos krijojmë kot iluzione. Nuk mundet ne të angazhojmë kredi me interesa 2-3% dhe me 7% kolateral për fason. Ajo epokë është mbyllur jo zyrtarisht, kush për jush e ka mbyllur zyrtarisht, po i shef hajrin tani. Ka disa realitete dhe edhe ti vetë që flet edhe në emër të sektorit, je një ndër ta, që e ke kuptuar që kjo gjë duhet ndryshojë. Kështu që mos i mbani me gajret ata që nuk duhet ndryshojnë. Po thuajeni të ndryshojnë. Ne jemi gati t'ju japim kredi për teknologji, për të mbyllur ciklin, nuk ka më çështë material porosici. Interesia material porosici në Shqipëri sot, ku të gjithë duan shumë më tepër se çka. E do vinë të futen atje te makina qepse e të rinë, nuk ka më, nuk është më ky lloj shqiptari, sepse Shqipëria është tjetër sot. Është komplet tjetër. Shqipëria sot nuk jeton më me arritje, a më kupton apo? Jeton me pritshmëri. Nuk krahasohet më fare, jo po ku ishim, ne themi 2013, të gjitha atyre që sot janë deri në 35 vjeç, ju duket siç më duket mua me Ilir Trebiskun po Azov. Po kështu është. Që 2013. Këtu harrohet që u bëdje, sepse jetohet pjesa më e madhe e jetës kalon në ekranin e iPhone-it. Fëmijët rinë më shumë me iPhone-in se rinë me prindërit dhe me shokët. Ku që u bëdje? Sot. Dhe kush ka pastaj kapacitet ta projektojë të nesërmen duke garantuar të sotmen, do bëj sukses. Kush do rrit merret po prit se dje nuk bën dot më sukses. Dhe këtë po ja thot një njeri suksesshëm. Disa sqarime për çështjen e euros. Ne të gjithë kemi qenë prezent kur prej 4 vitesh ka filluar një tjetër cikël i ekonomisë shqiptare. Dhe në fakt në gjithë industrinë, në veçanti të tekstileve, por në përgjithësi me eksportuesit e kemi diskutuar në forma të ndryshme, në tryeza të ndryshme, për shqetësimin që ato kanë me sens për rënien e euros. Ne kemi thënë që në kryet herës se ne nuk e adresojmë rënien e euros, pasi që sapo filloi që leku të forcohet, ne u angazhuam në gjitha institucionet, përfshirë Bankën e Shqipërisë, përfshirë drejtorinë e përgjithshme të parandalimit të pastrimit parave në atë kohë, për të bërë një analizë për cilët janë faktorët që ndikojnë mbi çmimin e lekut dhe në fakt ky forcimi i shpejt i lekut përkon saktësisht me periudhën që Shqipëria pati një rritje shumë të madhe të eksporteve të shërbimeve të lidhura me turizmin, siç tha kryeministri.
Vit pas viti ne kemi qenë gjithë prezent këtu, pa dashur, pa hyrë shifrave, po thjesht ndjesia që secili prej jush ka, çdo qytetar ka, vit pas viti e shohim se sa janë rritur, sa është rritur numri turistëve. Dhe vit pas viti ne shohim që të ardhurat në turizmi janë rritur. Tregohet kjo tek numrat, tregohet kjo tek shifrat e hoteleve, por tregohet kjo dhe ke shifrat e bilancit të pagesave që vit pas viti kanë treguar rritje. Në vitin 2025, në bilancin e pagesave, para të llogaritura, të hyra në vend, të matura nga Banka e Shqipërisë, janë mbi 5 miliardë euro vetëm nga shërbimet e turizmit. Ndërkohë që nga remitancat, nga investimet e huaja direkte, kemi pasur gjithashtu rritje të hyrave, janë gjitha flukse të eurove të cilat futen në vend, të cilat janë leku dhe euro, kursi këmbimit është çmim, është kërkesë, ofertë. Juve të gjithë jeni sipërmarrës dhe të gjithë e kuptoni që kur ka shumë ofertë, çmimi bie, pasi ka kërkesë më të ulët. Njësoj është edhe kursi këmbimit. Njësoj si çdo mall tjetër. Ka pasur një fluks hyrës shumë të lartë të eurove nëpërmjet turizmit, nëpërmjet investimeve të huaja direkte, nëpërmjet remitancave, të cilat kanë bërë që leku të forcohet. Dhe kjo nuk është vetëm e thënë nga bilanci pagesave i Bankës Shqipërisë, por dhe vetë FMN-ja që ka analizuar ecurinë e kursit të këmbimit dhe ecurinë e mbiçmimit të lekut, ka shprehur se nga 85 deri në 95% e kësaj dukurie vjen nga faktor fundamental, nga faktor të cilët shpjegohen nga ekonomia. Dhe përveç kësaj, sigurisht që të gjithë elementet e tjerë që nuk lidhen domosdoshmërisht me këto tre komponentë që unë thash, që lidhen me hyrjen e më të madhe të euros, po zhvillimet e tjera që kanë ndodhur në vend kanë bërë që të ulet risku i ekonomisë shqiptare. Dhe këtë përsëri citoj një studim të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Pra nuk janë analiza të bëra nga institucione shqiptare, nuk janë analiza të bëra nga ekspertë shqiptar, janë analiza të bëra nga ekspertë ndërkombëtar, të specializuar për këtë. Dhe pse ka lënë risku? Çfarë e tregon rënien e riskut? Ratë të parë, në shumë tryeza, në shumë artikuj, në shumë diskutime, unë shoh që të artikulohet kjo periudha 2021-2025, kur në Shqipëri ka pasur një bum ndërtimi, në fakt, është e vërtet, dhe artikulohet që ky është momenti në të cilin kanë pasur flukse të parave të pista të ekonomisë ilegale që hynë dhe pastrohen në Shqipëri. E vërteta është që në fakt është pikërisht ky moment në të cilën Shqipëria ka dalë nga lista gri. Dhe pse ka dalë Shqipëria nga lista gri? E FATF-s, e Manivalit, mbas një vlerësimi rrënjësor të çdo komponenti që lidhet me parandalimin e pastrimit të parave, mbas përmbushjes së të gjitha rekomandimeve të lëna nga institucionet kombëtare, mbas një pune të jashtëzakonshme të çdo institucioni të qeverisë shqiptare për të adresuar të gjitha rekomandimet për të forcuar kjo është ajo që ka ndodhur. Ne jemi në vlerësim përsëri nga FATF-ja, nga Manivali këtë vit, dhe unë jam e sigurt që sistemi që ne kemi ngritur për parandalimin e pastrimit parave është sistemi i duhur. A është sistemi në Shqipëri si në gjithë botën që do të ndalojë çdo paratë të piste që vjen ekonomi? Sistemi i cili monitorohet nga sistemi bankar, kur ka risk. Si çdo monitorim tjetër, siç e ka Gjermania, siç e ka Hollanda, siç e ka Anglia, siç e ka çdo vend evropian. Mbase madje dua t'ju them që në shumë raste, duke qenë se Shqipëria është një vend i cili edhe procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian e ka më të vonën se shumë vende të tjera, për ne ky sistem monitorimi është edhe më rigjid se në shumë vende të tjera. Prandaj kur i referohemi disa edhe qindra miliona eurove po të doni, të cilat janë konfiskuar nga një sistem shqiptar i ngritur në vitet e fundit, duhet kuptojmë që në radhë të parë
ato qindra miliona janë një fraksion shumë i ullët i 8.5 miliardë eurove që kanë hyrë në ekonominë shqiptare. Në radhë të dytë, duhet të kuptojmë që janë qindra miliona euro të cilat janë arritur të sekuestrohen, të konfiskohen për hir të forcimit të institucioneve shqiptare, për hir të politikave që janë ndjekur në vitet e fundit. Ato nuk tregojnë që në Shqipëri ka më shumë para informale. Ato tregojnë që në Shqipëri ka më shumë institucione të cilat bëjnë detyrën e tyre dhe do të vazhdojnë ta bëjnë. Nuk mund të konsiderohen 200-300 milion euro si një madhësi e cila ndikon ekonominë dhe e cila mbi të gjitha ndikon të gjithë sektorët e ekonomisë. Kam lexuar artikuj të cilat i referohen kësaj dukurie, të këtyre konfiskimeve të muajve të fundit, si Dutch Disease. Dutch Disease, në fakt, është një dukuri që ka ndodhur në Hollandë, e kuptoni gjithë nga emri, ku një sektor i caktuar bëhet dominant në ekonomi dhe nuk lejon sektorët e tjerë të rriten. Po a ka ndodhur kjo në Shqipëri? Unë nuk mendoj që kjo ka ndodhur në Shqipëri dhe shifrat e rritjes ekonomike nuk e tregojnë këtë. Po jo vetëm shifrat e rritjes ekonomike, po edhe shifrat që neve u referuam sot të rritjes së numrit të bizneseve. Rritja e numrit të bizneseve nuk shkon në sektor që janë të lidhur me ndërtimin, ku supozohet që janë gjithë parat e pistaj që pastrohen. Në vitin e fundit, ne kemi pasur një rritje të numrit të bizneseve në transport, magazinim. Pse? Sepse logjistika është një sektor i cili ka një potencial të jashtëzakonshëm në vend. Sepse Shqipëria po bëhet pjesë e të gjithë autostradave ndërkombëtare europiane dhe prandaj kush ka intuit e kupton që logjistika është e ardhmja. 26.3% më shumë bizneset të reja kemi në këtë sektor në vitin 2026. Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike. E kemi thënë dhe stërthënë që teknologjia e informacionit është një nga sektorët të cilët kanë potencialin më të lartë në rritje, jo vetëm në sektorin per se, por edhe sepse shpërndahen në gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë. Dhe kemi pasur një rritje për 17.7%. Më pas, sigurisht, evidente, është akomodimi, turizmi, shërbimet e turizmit, të cilat nga rritja që kemi parë vitet e fundit janë rritur. Pra nuk jemi ne në situatën në një Dutch Disease, ku kemi një dominancë të sektorit të ndërtimit, që nuk fakt nuk përbën dominancën e gjithë sektorëve të zhvillimit ekonomik, por kemi një rritje në të gjithë sektorët që kanë potencial. A ka rënje në disa sektor, a ka rënje në sektorin e manufakturës dhe të fasonëve, pa tjetër, të manufakturës së industrisë tekstile, po jo të gjithë manufakturës. Ka rënje në industrinë tekstile, për gjithë arsyet që shpjegoi kryeministri, se Shqipëria nuk është më Shqipëria e fuqisë punëtore me pagat ulta, por është Shqipëria e zhvillimit, është Shqipëria e inovacionit, është Shqipëria e eksporteve, të cilat lidhen me vlerë të shtuar të rritur në vend dhe jo me vlerë të shtuar të vogël në vend. Unë flas me orë të tëra, pa diskutim që ka dhe element të sistemit bankar, të cilat lidhen me financimin e ndërtimit, me sa kredi jepen për sektorin e ndërtimit, me sa kredi merren për blerje të banesave që justifikojnë gjithë ato që sapo thash, por me shumë respekt për të gjithë bizneset, supermarketet shqiptare që punojnë ditë pas dite për të zhvilluar ekonominë e vendit, por gjithashtu edhe me punën që çdo institucion shqiptar bën për të rritur mekanizmat e parandalimit të çdo keqdashësi, unë nuk mund të rria sot pa adresuar këtë. Dhe që ta mbyllim se janë dhe panelet e tjera dhe mund t'i bëni pyetjet më pas, duhet të sjell një shembull shumë të thjeshtë. Përpara se sa të ngjitesh këtu, aty poshtë të shkallët kishte më shumë njerëz ulur të shkallët në hije se sa çka këtu. Ishin gjithë turistë të huaj. Ky është realiteti i Shqipërisë sot. Po të ecësh nëpër Tiranë, nuk janë qytetarët e Tiranës që ecin aq shumë sa që janë turistët që ecin. Dhe kështu është Shqipëria. Për herë të parë në 5 vjet kam parë një grafik në ngjecje, jo në rënje, në ngjecje muaj qershor. Jemi rritur deri në fund të majit me 26% nga viti kaluar.
Në muajin qershor kemi 1% rritje dhe shumë kancelime, rezervimesh. Gjithsesi, e vërteta është që 8.5 miliard që hynë në ekonominë shqiptare euro nga jashtë, nga të huaj, pra turist 5.7 miliard, Banka e Shqipërisë, ja kush. Dhe investimet huaja 1.7 miliard, një shifër rekord që këtë vit do jetë më larg. Dhe revitanca, që janë të ditura, çfarë diskutojmë këtu tani? Diskutojmë që këtu është bërë, këtu ka një lavatrishë të madhe parash spista, po kush do na linte ne në rast se kjo do ishte vërtet që të vazhdonim me mbylljen e kapitujve të antarësinë në Bashkimin Evropian. Vetëm ideja që kjo mund të jetë vërtet do kishte stopuar çdo gjë dhe do ishim bërë targeti i gjithë institucioneve ndërkombëtare. Ndërkohë që sot risia nuk është që ka ardhur një qet nga hëna dhe po lufton këtu me korrupsionin. Risia është që sistemi ka prodhuar mekanizma të ri dhe spagu është pjesë e sistemit. Dhe kjo është risia e madhe e transformimit që sistemi po lufton tani. Deri dje nuk lufton të sistemi. Deri dje nuk kishte sistemi balancat e brendshme për të garantuar imunitet. Sot lufton sistemi. Fakti dhe që u përmontu dhe që kapen njerëz të përfshirë në një rrjet që ka mundësuar sjelljen e paras së pistë, është historik. Për çfarë? Për të treguar rritjen e nivelit të imunitetit sistemit. Po nuk tregon që është vetëm një detaj i vogël në malin e madh të narko shtetit. Tregon që po goditet edhe korrupsioni, edhe krimi organizuar, edhe trafiqet, edhe rrjetet, po goditen, dhe natyrisht, duke qenë në sytë të gjithëve në mënyrë të vazhdueshme, perceptimi kthehet përmbys. Dhe po e mbyll me një rinj se ma të pash në një nga këto fast foodet që sjell algoritmi, i thoshte me një pamje prej kompetenti, por një personazh që nuk ka asnjë atribut që të mbështesi kompetencën e vet, as shkollë për ekonomie për financë, as ndonjë trajnim për ekonomie për financë, as në një ditë punë gjëkundi, përveç se në industrinë e llafeve dhe thashetheme, e thoshte, po mirë, pse ka rënë euro? Dhe kur dëgjoj përgjigjen më të natyrshme, po se është forcuar leku. Sikur kapi gafil dikë që tha një gaf. Po se vërteta nuk është që ka rënë euro, vërteta është që është forcuar leku. Kjo është vërteta. E vërteta është që leku është pasqyrë e një ekonomie tjetër, që nuk është më ekonomia që ishte deri përpara 50 vjetësh. Kemi aeroportin më të madh në rajon, mbi Beogradin për të disa vite, pa subvencione. Ata subvencionojnë atë. Nuk e përballojnë dot fare idenë që Tirana e ka të i kaluar dhe e ka lënë shumë brapa aeroportin që ka qenë krye
aeroporti i krye qendrës së Ballkanit. Po këto çfarë janë këto? Çfarë janë? Moll që lëvizin në një konvejer dhe kalben rrugës dhe bien, apo janë para që hyn në këtë ekonomi. Si mos forcohet? Shumë e thjeshtë. Unë e bindur që ajo turma që ne jemi e njëjta turmë këtu, ajo turma që ishte kur erdha unë ka ikur është një turmë tjetër që shul aty. Prap thuaj. Që borim pak në hije. Shumë faleminderit. Edhe në panelet e tjera mund të bëni edhe pyetje dhe të merrni përgjigje të tjera.